Donald Trump e shpall Arabinë Saudite si aleatin më të madh jashtë NATO-s dhe po ashtu princi premton se do të rritë investimet amerikane nga $600 miliardë sa kishte premtuar në muajin maj, do t'i rritë në $1 trilion. Princi i Kurorës u prit me një shfaqje të jashtëzakonshme dhe ceremoniale të kryesuar nga Trump, të kompletuar me roje nderi ushtarake, një përshëndetje me topa dhe një fluturim nga avion luftarak amerikan. I ulur pranë Trump, Bin Salman premtoi të rriste investimet amerikane të vendit të tij në $1 trilion nga një premtim për $600 miliardë që bëri kur Trump vizitoi Arabinë Saudite në muajin maj. Shtëpia e Bardhë tha se të dyja palët nënshkruan gjithashtu një memorandum mirëkuptimi mbi inteligjencën artificiale dhe një kornizë për bashkëpunim mbi mineralet. Shtëpia e Bardhë njoftoi se Trump kishte miratuar dërgesat e ardhshme të avionëve luftarak F-35 dhe sauditët kishin rënë dakord të blinin 300 tanke amerikane. Por polemika mbi vrasjen e Jamal Khashoggit, një kolumnist i Washington Post, dhe po ashtu kritik i udhëheqjes saudite me bazë në SBA, u ndez përsëri në zyrën ovale para kamerave. Donald Trump tha se Mohammed bin Salman nuk dinte asgjë për vrasjen e gazetarit në vitin 2018 nga agentët saudit, duke ofruar një mbrojtje të ashpër të princit të Kurorës Saudite që ishte në vizitë, gjë që e kundërshtoi një vlerësim të inteligjencës amerikane. Agjencitë e inteligjencës amerikane arritën në përfundim se Bin Salman miratoi vrasjen e Khashoggit në konsulatën saudite në Stamboll. Princi i Kurorës mohoi të ketë urdhëruar operacionin, por pranoi përgjegjësinë si sundimtar i mbretërisë. Shumë njerëz nuk e pëlqyen atë zotëri për të cilin po flisni, pavarësisht nëse ju pëlqen apo jo, u tha Trump gazetarëve me Bin Salmanin ulur pranë tij. Ndodhen gjëra, por ai nuk dinte asgjë për to dhe mund ta lëm me kaq. Bin Salman tha se kishte qenë e dhimbshme të dëgjonte për vdekjen e gazetarit, por si qeveria e tij bëri të gjitha hapat e duhur të hetimit. Ne kemi përmirësuar sistemin ton për t'u siguruar që asgjë e tillë të mos ketë ndodhur, dhe është e dhimbshme dhe është një gabim i madh, i tha ai gazetarëve. Trump e qortoi gazetarin i cili bëri pyetje për Khashoggin dhe i tha se e keni turpruar musafirin ton. Gjithashtu, ai vlerësoi princin e Kurorës për një punë të jashtëzakonshme për të drejtat e njerëzit, por nuk dha hollësi. Po ashtu nga gazetarja u pyetën edhe për 11 shtatorin. Mohammed bin Salman tha, e dini ndjehem keq, por edhe ju e dini që ne tashmë duhet të përqendrohemi në realitet. Realiteti i bazuar në dokumentet e CIA-s është bazuar në shumë dokumente, tregon se Osama bin Laden përdori njerëz saudit për atë ngjarje vetëm me një qëllim të vetëm, të shkatërrojë marrëdhënien amerikano-saudite, tha Bin Salman. Gjithashtu, gjatë takimit Trump tha se mori një përgjigje pozitive në lidhje me perspektivat e normalizimit të marrëdhënieve mes Izraelit dhe Arabisë Saudite, por princi i Kurorës e bëri të qartë se ndërsa donte t'i bashkojë marrëveshjeve të Abrahamit, ai po i përmbajë kushtit të tij që Izraeli duhet të sigurojë një rrugë drejt shtetësisë palestineze, gjë që ka refuzuar ta bëjë deri më tani.